Rreth 450 milion konsumatorë na presin në tregun evropian, ndërkohë shumica e bizneseve shqiptare përballen me sfida serioze, duke nisur nga teknologjia e vjetëruar, mungesa e certifikatave ndërkombëtare, mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar si dhe qasje të kufizuara financiare, por sa sipërmarrjet shqiptare plotësojnë standardet europiane. Për sa i përket sipërmarrjes, të paktën nga gjithë informacionet që dhoma e tregtisë ka mbledhur deri tani, jo më shumë se 20% e sipërmarrjes shqiptare janë në përputhje me standardet e BE-s aktualisht. Pra në qoftë se ne do kemi një skanim real në përputhje me standardet që sot ushtron sipërmarrja private evropiane në krahasuar me sipërmarrjen private në Shqipëri, rreth 20% e këtyre sipërmarrjeve në Shqipëri janë në standardet e sipërmarrjeve të BE-s. Pra, kjo përqindje e caktuar e sipërmarrjes private është e gatshme të integrohet në tregun evropian dhe të jetë një pjesë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Por si duhet të ndihmojë qeveria shqiptare bizneset për t'u integruar në tregun e Bashkimit Evropian? Të thrasi të gjithë bizneset një për një, të bëj një audit, por jo audit për t'i gjobitur, as audit për t'ju mbyll fabrikën, por t'ju bëj një audit në kontekstin e plotësimit të standardeve të BE-s. Sepse po që se bizneset qysh sot munden me i plotësu standardet e BE-s, nuk kena nevojë me prit, në fund 2025-ës shkruajmë marrëveshjen apo mbyll historia. S'kemi pse presim 2030-ën. Dihet që bizneset shqiptare nuk i plotësojnë standardet e BE-s, pavarësisht se dikush ka marrë kurrajon dhe i ka përkthyer dhe i ka kthyer edhe në legjislacion shqiptar, por nuk plotësohen. Atëherë gjëja e parë është biznes për biznes të kryhet ky auditim dhe për çdo biznes të dalin nevojat që ka për këtë përshtatje. Pra çfarë mangësish ka dhe për këto bëshllëqe bëhet vlerësimi, sa kushtojnë këto? Dhe pastaj për këto para bëhet një plan dhe thuhet sa do vendosi biznesi, sa do vendosi qeveria shqiptare dhe sa do i kërkojnë Bashkimit Evropian. Integrimi në Bashkimin Evropian nuk do të jetë thjesht një proces politik apo diplomatik, ai do të jetë një test real për bizneset shqiptare. Nga Tirana në Bruksel, rruga kalon përmes standardeve.